Me që atmosferë ngrohtë, do themi që në misionin themelues të universitetit është evidentuar përkushtimi për të promovuar vlerat në arsimin e lartë, paralitja dhe përsërismërinë në mësim dhe hulumtim dhe krijimi të mundësive të barabarta në një mjedis të hapur dhe me perspektivë ndërkombëtare mbeten dhe kanë qenë gjithmonë parim dhe preokupim parësor i njeriut të parë të këtij universiteti. Ftojmë para jush rektorin profesor doktor Zamir Dika. Të nderuar profesor, të nderuar prindër, të nderuar absolvent, poqitovani profesori, poqitovani roditeli, poqitovani studenti. Sot po e përmbyllim me sukses një cikël të shkollimit tuaj akademik, duke marrë mbi vete përgjegjësi të reja në zbatimin e njohurive të marra gjatë viteve të studimeve në Universitetin e Evropës Juglindore. Jo rastisht, prej sot ju do t'jeni edhe qytetar akademik, ose përquesit më të denjë të emancipimit në mjediset ku do të ndodheni. Kjo ngjarje s'ka se si të mos përcillet edhe me një ndjenjë entuziasmi për vetë universitetin, stafin drejtues dhe profesorët tuaj. Më lejoni që ta pagëzoj këtë ditë si pjesë të një gëzimi të përbashkët familjar. Денес успешно привршувате еден циклус од вашето академско образование, преземајќи нови одговорности во спроведувањето на стекнатите знаења за време на студиите на Универзитетот на Југоисточна Европа. Не случајно, од денес вие ќе станете академски граѓани, односно најдостојни преносители на знаења во средините во кои ќе бидете. Овој настан не може да не се проследи со чувство на ентузијазам за самиот универзитет, раководниот кадар и за вашите професори. Дозволете ми да го прогласам овој ден како заедничка семејна радост. Ju po vini pikërisht në kohën kur shoqëria ka nevojë më shumë se kurdo herë më parë për gjenerata kompetente në shumë fusha të jetës. Më mirë se kushdo tjetër, ju do dini të jepni përgjigje në shumë dilema që shtron koha, para së gjithash në sfidat e zhvillimit ekonomik, në reformat institucionale, në potencën e angazhimit menaxherial dhe në ato sfera ku të tjerët ngrenë duar ose nuk mund të ofrojmë zgjidhja të patra. Universiteti ynë është një model i arsimit të lartë, i pranuar nga të gjithë, sepse për punën dhe përpjekjet e bëra, flasin rezultatet e shquara. Ne synojmë të sigurojmë zhvillimin e mëtejshëm dhe përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë në Maqedoni dhe në rajon, për të inkurajuar harmonizimin e lëvizshmërisë të studentëve në hapësirën europiane të arsimit të lartë. Kështu do të kemi kuadro më të përgatitur për tregun e punës, i cili ka nevojë për individ të arsimuar dhe të aftësuar që të kontribojnë në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Razvijeni svet se naođa na reformiranjето на образованието. При што се ценат вредноста и на заедницата и на индивидуалната подготвеност на секој од нас. Степенот на стекнатите знаења и вештини треба да биде во тек со темпото на глобалните трендови. Се надевам дека вашата генерација, која ги завршува универзитетските студии, ќе знае како да ја пронеде патеката во оваа конкурентна трка. Исто така, не треба да се заборави дека образованието е неопходен услов за целокупниот развој на една земја. Нашата цел е да го стимулираме ефективниот научен систем во согласност со развиените земји на Европската Унија, атира на создавањето квалификувани професионалци подготвени за активно вклучување во меѓународниот простор на знаења. За нас, квалитетот на образовниот систем и понатаму останува клучен услов за успешна интеграција во Европската Унија и во економската, образовната и европската културна средина. Ndryshimet e sotme globale nuk mund të merren me mend pa një ndryshim në marrëdhëniet ndërmjet shkencës dhe industrisë. Gjenerata e sistematizimit dhe komercializimit të ideve, për një rimëkëmbje ekonomike dhe ulja fatgjate e papunësisë janë objektiva themelore të shkencës inovative. Puna në universitet, në këtë shekujt, kërkon zbulimin dhe transferimin e dijeve dhe kulturës.
Universiteti im është një vend joshës për të studiuar dhe një burim I pashtershëm dhe I gatshëm për të përballur me sfidat intelektuale që po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme për njerëzimin. Të nderuar studentë, puna e juaj do të jetë e pandashme dhe të ofrojë siguri për një kohë të re, në të cilën diploma që merrni do të jetë konfirmim I dijes suaj të vërtetë. Poštovani absolventi, ja znam дека по дипломирање ќе се промени хоризонтот на вашите очекувања. Вашата диплома пред се заснова на фактот дека научните активности поттикнуваат вашиот професионален развој. Докажав дека нашето искуство во академскиот развој на новата генерација на знаење е добра основа за одржлив економски, социјален И културен напредок. Вашата решеност да бидете успешни во својата професија се надоврзува со солидната основа на вашето стручно оформување стекнато на нашиот универзитет. Јас сум сигурен дека со резултатите што ги постигнете ќе се гордееме со вас. Dear President, I would like to express my gratitude to the international community for their wholehearted support and help. Special acknowledgement deserve founders and members of the University Board, current and previous one, who are continuously engaged for the realization of the envisaged project since the establishment of the institution. Universiteti, si një e arritur e civilizimit, është vendi I pronës intelektuale, ku hyjnë të rinjt me shumë të njohura dhe nga ku dalin me plotje për vëmendjen dhe udhëzimet profesionale shkencore. Vetëm universiteti është nyja ku lidhet ëndra për të nesërmen dhe pragma e të sotmes. Jam sigurt se nesërmja juaj do të jetë më premtuese falë kësaj shanse të quhet diplom universitet. Verujem дека овој универзитет ви даде знаење, вештини И компетенции, за да можете успешно да бидете препознатливи на пазарот на трудот. Современите студиски програми кои ви ги следите, дефинитивно изголемуваат вашите шанси за вработување И интегрирање. Ќе ви креува një model të efektshëm, që inkurajon kreativitetin dhe inovacionin shkencor në përputhjen e sistemin evropian. Po e them me modesti, se ky universitet sot ka një reputacion të çmuar me kombëtar. Kur mos harroni se rruga në për të cilën do të ecni duhet të jetë e shtruar me dije dhe profesionalizëm. Ky universitet po bëhet institucioni më I fortë dhe më I rëndësishëm I arsimit të lartë, një generator I zhvillimit të shoqërisë sonë të dijes. Në këtë kohë, duke sjellë gjeneratën e 7 të diplomuarve, të cilët plot dinjitet I gëzojnë fritit të tyre për rezultatin e arritur, Universiteti I Evropës Perëndimore u dëshmua si një storje suksesshme e arsimit të lartë në Maqedoni, në rajon dhe në gjerë. Unë jam I lumtur për çdo sukses tuaj, e sidomos do të jem edhe më I lumtur sikur ju të vazhdoni më tutje në kërkim të hapësirave të reja për dije dhe përvojë. Se radujemo da sve vaš uspeh, a će biti nam poradosen dok podložite po natalnu i potraga po novi izvori na znanje I iskustva. Sami a tvoj moment I io, I budem kontakti. Tani, сега, më ndishë, vetëm, kur orëzojeni këtë moment më të rëndësishëm të jetës suaj. Krunisa e tegoj najvažnijeg moment od vašeg života. Dhe... Hidi kapelja! Urime të gjithve! Urime si gjithve!